Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se ishte dakord me rritjen e taksave për amerikanët më të pasur, ndërsa partia e tij po shfrytëzon të kufizojë paketën e madhe të uljes së tyre. Republikanët ndoshta nuk duhet ta bëjnë, por unë jam në rregull nëse e bëjnë, shkroi Trump në një postim në platformën e tij sociale. Do të doja shumë ta bëja sinqerisht, pasi kjo nënkupton të heqësh dorë nga diçka në krye, në mënyrë që njerëzit me të ardhura të mesme dhe të ulta të kursejnë më shumë. Pra është në të vërtetë një rishpërndarje dhe unë jam i gatshëm ta bëjnë nëse ata duan, tha Trump në zyrën ovale. Lideri amerikan, një biznesmen i pasur me prona në të gjithë botën, tregoi se do të ishte i gatshëm të paguante edhe vetë më shumë taksa. Do doja shumë të isha në gjendje t'ju jepja njerëzve të një klase më të ulët një mundësi, thoi ai. Por republikanët e Senatit nuk janë shumë entuziast për këtë ide. Ne nuk duam të rrisim taksat për askënd, ne synojmë uljen e tyre për të gjithë amerikanët, theksojnë ata. Mesazhi Trump vjen ndërsa qeveria po shqyrton $4 trilion ulje detyrimesh në vend të $4.5 trilion fillestar. Republikanët po hasin gjithashtu vështirësi me shkurtimet e shpenzimeve të nevojshme për të paguar planin e Trump për uljen e taksave. Trump i sheh detyrimet më të larta për të pasurit si një mënyrë për të ndihmuar në financimin e shkurtimeve masive të taksave për klasën e mesme dhe punëtore, si dhe për të mbrojtur Medicaid, programin e kujdesit shëndetësor për amerikanët me të ardhurat të ulta.